Momente të bukura nga jeta në fshat. Aty ku nuk të intereson se çfarë dite është apo çfarë orë është. E vetmja gjë që të intereson është të kalosh momente të bukura me familjen tënde, të pish një kafe, të hash një ëmbëlsirë, të qash disa ara apo bajame, edhe të shijosh këto pamje të mrekullueshme që vetëm tek vendi tënd i gjen. Pse vetëm te vendi tënd? Se atje i ke të gjitha kujtimet edhe gjërat e bukura që ke kaluar. Këtu është regjistri shkollës që e gjetëm tek shkolla jone, e cila nuk ekziston më në fshatë, kur shkonim në fillore. Disa punë që po bëjnë burrat e shtëpisë aty, mami po mbjell kopshtrat, edhe shkuam një xhiro nga kisha e fshatit. Është një mrekulli e vërtetë, i ram edhe kambanës, që të zgjojmë fshatin nga qetësia që ka rënë. Disa nga shtëpitë të cilat janë të mbyllura nuk jeton njeri. Tradita jonë të thyejmë vezë të kuqja për Pashkë, një kafe nga një ditë tjetër, po nuk të intereson se çfarë ditë është, se është aq qetë dhe aq bukur, cipat e fikut, edhe fura me tulla të cilën e ka ndezur babi, e ka bërë gati, që të pjekim një byrek ose një mishë. Dallë ndyshet që vinë vërdall në shtëpi, shijojmë kafen me muzikë edhe me valle, akoma edhe fëmijët kënaqen aty në fshatë, rrobat e lara, edhe në darkë portokalli afro xhakut. Ciao!